Nuk ke nevojë për shejat natyrshme, për ngjarjet mllana, stërmllana, për tërmete, fortuna, zjerm, ndulli të cilat kanë të marrë për mrena për me të bë ty me u kthy edhe me ndryshu stil jetet, me pështu. Mjafton Krishti. Asnjë shej tjetër nuk është e nevojshme, e nuk është e domosdoshme. Krishti është i nevojshëm e i domosdoshëm. Dashnia e tij, fjalat që na ka thënë, e çdo gjë tjetër që na ka premtu për me na bë mu kthy. Me thënë që nuk më vlen kjo gjë. Duhet me hek dorë për marrinave, duhet me hek dorë për tona gjanave shkatrimtare. Duhet me hek dorë për gjithçkaja që më rënon, sepse Krishti nuk e don rënimin e shkatrimin tim. Prandaj mos kërkojmë ngjarje, mos hyjmë me gërmu nëpër histori e ndullina të ndryshme që prej friket më na mu kthy. Jo, kthena prej dashnisë. Dashnia e Krishtit është e mjaftueshme për me na dhënë plotësinë, me na dhënë kthesen, edhe me na shëlbu shpirtin.